E kam një pyetje të fundit, nëse unë si një pacient që jam pak më informuar, vi dhe tham doktor Nezhbedin, mirë jam shumë, po du me bëni check-up. Çka kërkon? E tani kështu, e kam fjallin që mi në parandalu smundjet kronike? Shpesh kemi asi pacientë, dhe me thonë, kemi pacientë cilët janë të mirë të edukuar për shëndetin e vetë edhe ata se çush duhet me urujt shëndeti mirë. Pra ju duhet të vini edhe të bëni një check-up. Check-up do të kontrollohet i krejt trupi. Jo dhe të bëni, do me thonë, dhe të jep një intervistë mirë mjeku. Pra, dhe të pritni që mjeku t'ju pret në koridor. T'ju merr me vete, t'ju pyet çu shjeni rrugës, të shkoni në dhomë, të uleni në kariken përballë mjekut, që të mund ta shihni mjekun edhe juve mjekut ju sheh. Edhe dhe t'i tregoni shqetësimet e juaja, do t'ju pyet mjeku, a keni shqetësime? A ka diçka që të shqetëson? Do t'ju pyet detajisht për cilën pjesë të juaj. Sepse ndonjëherë ajo thuhet djalli më shefet në detaje, më kupton, pra mund të më shefet dikund në ndonjë detaj që për ju mund të jetë i parëndësishëm për mjekun i rëndësishëm. Edhe po pastaj dhe të fillon kontrolla si akt, dhe t'ju kontrollojnë krejt çka duhet kontrolluar brenda asaj kohës, edhe t'ju uleni prapë para mjekut dhe thotë tani dhe të bëjmë analizat. Të bëjmë analizat, çka prej analizave? Këto. Këto e bëj për këtë arsye, për këtë arsye, për këtë arsye, për këtë arsye. Kërkoni kohë prej mjekut ju t'ja u shpjegon si cilën gjë. Mos e kurseni mjeku për çato është i paguam. Pra që t'ju jep kohën e vet, të vlefshme, a ju të merrni informata prej asaj. Mos dilni pa ju dhënë sqarim për çdo gjë. Edhe mandej i nënshtroheni analizave.